Historia e jonë, e këtyre 35 vjetëve, ka bërë, do thonë, po ku e ke lexuar ti këtë skenar, do më thonë, ata kundërshtarë, që se pranojnë këte. Nuk ka nevojë ta lexojnë. Populli shqiptar e ka pësuar në kurrizin e tia të gjitha tragjedit 35 vjet. Shkatrimi dhe grabitja e gjithë pasurive kombëtare nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Dhe kjo bëri që shqiptarët, rreth 2 milion shqiptarë të largohen nga vendi. Kjo është një tragjedi edhe është një krim i madh që s'ka ndodhur në asnjë vend të botës me kaq masivitet. Edhe në këtë formë. Por e keqja është se ndonë se shikon që ç'a bëhet në Shqipëri, prap ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato, të cilit unë i bëra një letër të hapur në gazetën sot, po që as ka reaguar fare për këtë punë, s'do mend, ai thotë ç'është ky anonim që më dërgoi mua letra anonime. Po ky shikon personin, nuk shikon problemin. Sepse u dik, sepse janë bashkëfajtor dhe bashkëautor me qeveritarët ata, me klasën politike shqiptare në të gjithë katravurit që kanë ndodhur në Shqipëri. Ky ambasadori ka deklaruar që Shqipëria pas ka arritur rezultate të shkëlqyera, të jashtëzakonshme. Ku i pa këto rezultate të jashtëzakonshme? Ku i mori të dhëna ky? Po këto tash, ai vati mori pjesë, shoqëroi edhe protestat aty. A e pa protestën? Çfarë po thoshin protestarët? Bravo Sali Berisha, bravo Edi Rama? Apo akuzonin qeverinë edhe klasën politike për shkatrimin e Shqipërisë? Atëre, që janë këto, pse e mburrin ta të Edi Ramën se pas ka bërë namin në Shqipëri, pas ka plotësuar Shqipëria kushtet? Kush janë këto kushte? Pse nuk i deklarojnë? Pse s'bëjnë transparente? Po thonë Shqipëria ka plotësuar kushtet. Asnjë kusht s'ka plotësuar Shqipëria. E kam deklaruar dhe po e the prap. Në Shqipëri sot e 35 vjet nuk ka ekzistuar asnjë element i demokracisë dhe shtetit ligjor. Shumit janë shkelur me këmbë liritë dhe drejtat e njerëzit, shumica e shqiptarëve shtypen dhe shfrytëzohen egërsisht nga regjime kriminale antipopulore. Vendi komandohet nga krimi dhe korrupsioni kolosal. Nga një diktaturë. Bashkimi Evropian heshti edhe kur në 24 korrik të vitit 2024 bërë pazarin Berisha me Ramën dhe urdhruan besik të tyre deputet një miratuan ligjin famkeq të zi antidemokratik, antikushtetues të listave të mbyllura, me të cilat ky ligj vulosi që e nxori shqiptarët i nxori jashtë loje, u dha çelësi në dorë. Pra ishte shkelje e nenit dytë kushtetutës, që thotë sovraniteti në Shqipëri i përket popullit. Tani me këtë ligj të mbyllura, sovraniteti i popullit, që populli jonë ka ngelur vetëm çelësat e kashët në dorë. Prandaj këta heshtin, prandaj e mbështesin Edi Ramën edhe këtë pushtet, edhe këtë regjime i mbështesin sepse janë vetë bashkëfajtor me këta. Edhe heshtin dhe nuk ndihen. Tani çfarë ka bërë Edi Rama mbas Sali Berishës? Ne kishin shpresën dhe prandaj ky thot burrët më kanë dhënë mua me miliona vota. Ta dhanë votën sepse besuan se do ndryshoje, sepse i pretove popullit shqiptar se do ndryshoje gjithçka të keqe që ka bërë Sali Berisha. Po ky Sali Berisha i hapi arkivolin popullit shqiptar. Ky i vuri kapakun arkivolin. Ky e vdiq dhe çdo ditë shqiptarët po largohen nga vendi sepse nuk shohin asnjë lloj të mira, asnjë lloj shprese, asnjë dritë. Krimi dhe korrupsioni kanë mbuluar vendin. Shqiptarët rrinë për shtëpi të terrorizuar. Çdo ditë lajmet fillojnë dhe mbarojnë me vrasje, me prodhunime, me krime. Atëre ku është ky ndryshim? Në 2013, kur morim pushtet me gjithë mashtrimet elektorale, të parin vendim që mori ky që su bëri përshtypje Bashkimit Evropian ishte i mbylli gojën shqiptarëve të mos ankohen. U mbylli të gjitha zyrat. Që shqiptarët mos ankohen, mos këshillojnë, mos denoncojnë zyrtarët e korruptorët. Çfarë është merr Bashkimi Evropian? Bashkimi Evropian dhe gjatë 35 vjetëve, edhe kur ndodhi ajo përreshtet në 97-s, pruri Pelikani, nani na dajco bukjuve. Edhe nuk e pranoi atë Sali Berishën. Pse? Duhet. Ku janë ta? Këta janë me përvojë, nuk janë fëmijë këta, nuk kanë marrë sefte. Qeveritarët tanë po. Zoti Dyshniku, një moment se po anashkalim komplet pjesën e protestës dhe po merremi me Bashkimin Evropian sikur ne ka fajet Bashkimi Evropian. Jo, bashkan, se ajo i ka dhënë zemrën. Shiko,
në qoftë se protesta do trajtonte këto probleme, jo Rama ik, nuk ti kërkosh dorëheqje Ramës, do ti lutesh. Jo ti lutesh. Ramës dhe Berishës duhet nxjerr boja. Bashkimi Evropian duhet nxjerr boja. Se Bashkimi Evropian është fajtori i parë që në Shqipëri ka ndodhur gjithë këto gjëra. Pse? Shqipëria tha, Bashkimi Evropian, Perëndimi tha, në Shqipëri ka ekzistuar diktatura komuniste më e egër në botë. Dakord? Pra është ndryshe nga ishlindja komuniste, nga vendet tjera. Dhe bile, në ato vendet ndodhi një vit para, s'kishte probleme sa atyre. Tani përderisa ti e përcaktuar Shqipërinë si diktaturë më e egër komuniste në botë, atëre e meritonte ti bësh një trajtim i veçantë. Aq më tepër që do kalosh nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik që pushtetarët tanë, klasa politike s'kishte asnjë lloj eksperiencë, asnjë lloj përvoje. Atëre, çaj takonte ta bënte, edhe një fshatar kur do të bëjë një kotec pulesh, bën një hesab. Me çfarë do bëj kotecin? Sa të madh, për sa pule, sa gjela, etj. Jo më të prishësh një shtet e dëtosh një shtet. Pra këtu filloi ajo. Po cili shtet u prish, se po merremi me diskutime të kota, e kupton? Jo, këtu është thelbi. Po cili thelb pra, cili thelb? Shiko, kur bie tërmeti, kapet inxhinieri që e ka për projektin dhe ai që ka zbatuar projektin. Po pse fajet Bashkimi Evropian ti ka për atë gjë? Po. Bashkimi Evropian duhet ta ndihmonte, duhet ta sugjeronte, ta ndihmonte klasën politike që të hartohesh dhe të miratohesh me referendum popullor strategjia kombëtare e zhvillimit për kaluar nga një sistem diktatorial në një sistem demokratik. Këtë se bëri. Nga që su për kjo, Sali Berisha shfrytëzoi si ai thotë vujku mjekull do. Edhe i buri kazë në Shqipërisë. Këtu fillon e keqja. Nuk është jep dorëheqje ti. Pse do t'i lutesh ti dorëheqje? Pse ti thua? Nuk po i luten ata, jo. Nuk po i luten. S'ka lutje aty duket qartë që është një protestë qytetare që shkon për te partive politike dhe kjo është protesta të paktën më e sinqert, ai sa shoh unë në 36 vite. Zoti Shniku, si e shikoni ecurinë e protestës dhe a mendoni se Edi Rama do të rrëzohet nga këto protesta? E thash edhe po e them prapë. Në qoftë se protestës nuk i bëhet analiza pse është arritur në këtë gjendje, Edi Rama aty do rritë derisa të vdesi. Edhe Bashkimi Evropian s'ka për të tundur, në qoftë se nuk i themi që edhe ti je mbrojtës dhe mbështetës i kësaj klase, i kësaj diktature. Marim të ne, a bëhet fjalë për zvërnesin, për resort turistik? Edhe Sazani? Po mirë, kjo filozofia Ramës që turizmi do zhvilloj Shqipërinë, që për mua është kriminale. Pse mbështeti Bashkimi Evropian? Dhe pse vazhdohet të thuhet që turizmi është baza ekonomike e Shqipërisë, kur turizmi janë është 3 mujor fshatares? Edhe nuk thuhet që zhvillimi i Shqipërisë do të bëhet nëpërmjet shfrytëzimit të pasurive kombëtare me cikël të plotë. Po pse u bë? Pse e përcaktoi Rama turizmin si kryesori në zhvillimin e Shqipërisë? Sepse ai donte të justifikonte miliardat e euro për të ndërtuar gigantet, autostrada, porta, aeroporte, të cilat si kanë vlerë fare. Por si mund të përcaktosh ti turizmin si qëllimi kryesor për zhvillimin e vendit, si prioritet, kur për këtë punë nuk u bë asnjë strategji? Si do zhvillohesh turizmi? Nëse nuk zhvillohet, nëse qeveria s'do mbështeste sektorët që do mbështesin turizmin, si bujqësia, blegtoria, industria ushqimore, frutikultura, peshkimi e tjerë. Çka ka arritur deri më sot? Rama numëron vetëm sasinë e turistëve që vinë nëpër porte dhe aeroporte, por nuk numëron se sa tonelata domate e moll e speca e preshe e qep fshatarët tani hedhin kanale. Aerombracia, deputeti, para një muaj vajtje në magazinët kryesore të Lushjes dhe tha, të gjithë materialet që shiten, malla që shiten këtu në këtë zonë, janë vinë gjithë nga importi. Shkonin për supermarkete, gjithë mallat janë jashtë, nga jashtë vinë. Atëre, çfarë ndihmoi ky turizmi jon? Si e zhvilloi bujqësinë, industri? Çfarë ndihmoi tjetër? Asgjë tjetër. Por turizmi, unë po them edhe tjetër. Përveç që shkatroi
që justifikoj shpenzimet e mdhaja të rrugëve dhe portë e aeroportet, që s'kan dhënë asnjë efekt në ekonominë tonë, se si arritur as pensionin së paktën, por qëllimi kryesor ishte që të fshihte kthimin e Shqipërisë në vend kolonial. Sepse të gjithë pasuritë kombëtare i ka shfrytzuar kolonizatorët. Dhe shteti shqiptar nuk ka përfituar asnjë euro nga të gjitha ato pasuri. Fakti i fundit i Bankës Petroleum, që për 20 vjet ka shfrytzuar, ka përdorur, ka përfituar 30 milion ton naftë. Dhe nga këto ka fituar 20 miliard euro, edhe shqiptarët s'ka fituar asnjë lek, është konkrete. Aq më tepër që prokuroria e Fierit i vuri dhe gjob bankerësit. 120 milion euro, vete Balluka me atë ministrin tjetër, Denaj, e thot të mos zbatohet ky vendim. Ky është turizmi jonë. Për këtë do të moskuar Edi Rama. Jo i jep dorëheqjen, jo i do të japi dorëheqjen. Do të japi llogari, do të nxirret boja. Po kjo nuk bëhet në rrugë.